Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështoi për 13 herë me radhë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Seanca nisi sërish me tentativën e lëvizjes vendosje për krimin një komisioni ad hoc për votim të fshehtë. Kryesuesi Avnida Ari kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe që të bëjë propozimin e vet për komision. Edhe këtë herë, ata nuk pranuan që të propozojnë kandidatët dhe nuk morën pjesë në votim. Dari këtë herë ndali fjalën deputetes e LDK-s Hykmete Bajrami. Dola këtu për të thënë se mundesh me na thirr 48 herë për 48 orë, tha Bajrami. Edhe në këtë seancë me 56 vota pro dhe 1 kundër nuk pati quorum për formimin e komisionit. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Joona Lushaku Sadriu, tha se pamundësia e sigurimit të shumicës së votave nga vetvendosje tregon se gjatë këtyre 4 viteve të kaluara ka dhënë shembull të keq për bashkëpunim. LDK-ja ka qëndrimin e njëjtë, ka dhënë një sugjerim se si do të mund të dilnim prej këtij ngërçi politik. Kjo është një shpërfaqe vërtet e një partie që ka dalë para në zgjedhje, por nuk po arrin ta formojë shumicën. Është vërtet e pakuptueshme që një parti nuk po mundet me formu shumicën, por kjo jep shpjegim që kjo parti përgjatë 4 viteve të kaluara ka dhënë shembull të keq bashkëpunimi, nuk ka lënë hapësirë për partneritet dhe kjo duhet të shërbejë si mësim për gjithë partitë politike, por posaçërisht për vetvendosjen. Ministri i Detyrës Bujqësisë Faton Peci tha se do të vazhdojnë përpjekjet që të themelojnë komisionin i cili do të ketë mandatin të verifikojë votat për kandidatin për kryetare të kuvendit. Na çdo ditë vina me vullnet pozitiv, me shpresë që edhe partitë tjera politike opozitare do të reflektojnë për nevojën edhe domosdoshmërinë që Kosova të ketë institucione në radhë parë duke konstituuar kuvende. Rrjedhimisht i bie që ne do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje që të themelojmë komisionin i cili do të ka mandatin të verifikojë votat për kandidatën tonë për kryetarët të kuvendit. Sipas tij, opozita nuk është në gjendje të votojë asnjë nga kandidatët e shumicës parlamentare. Shefës grupit parlamentar të LDK-s mendoj që ishte korrekte dhe sinqerte. Ja deklaroi që për asnjë emër që është propozimi i lëvizjes vetvendosje, ata nuk e votojnë. Secili prej kandidatëve ose deputetëve të lëvizjes vetvendosje guxo dhe alternative që potencialisht do të ishte në propozim ose në nominim, rrjedha e procesit votimit partive opozitare do të ishte e njëjtë. Ramush Haradinaj tha se të drejtojnë gjykatës kushtetuese me kërkesë që të vlerësojnë kushtetueshmërinë e vendimeve të marra nga kuvendi. Ne kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese me kërkesë që ta vlerësojë kushtetueshmërinë e vendimeve të marra në kuvend. Sot jemi në konsulta dhe me Partinë Demokratike dhe LDK në mënyrë që 10 deputeti drejtojnë gjykatës, tha kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, është gati të shqyrtojë propozimin e Aleancës që t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese për të vlerësuar kushtetueshmërinë e situatës në kuvend. Nuk e kam po ende lëndën, sa po u njoftova, ju dini që për sa i përket dërgimit të rasteve të caktuara në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike vetëm gjatë mandatit të ish qeverisë kurte i kemi dërguar 11 dhe i kemi fituar 11, pra kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu. A duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga AKP-ja. Sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për të ofruar marrëveshje nëse ndryshon emri i kandidatit për kryetar të kuvendit. Është 13 herë që vim këtu. A duhet më ardhe 13 herë tjera në mënyrë që të ketë një rrugdalje? Shpresoj që ju nuk do duhej as të vinte deri tek kjo situatë që jemi, sepse është në dorën e lëvizjes vetvendosje që ta zhbllokoj me propozimin e kandidaturës të pranueshme. Deputeti Nismë Social-Demokrate Fatmir Limaj komentoi zhvillimet e fundit politike duke theksuar se është koha që forcat politike të marrin përgjegjësi për gjendjen aktuale në vend. Ai tha se ditët e fundit ka pasur lëvizje shkëmbime letrash mes partive politike duke përfshirë partinë e parë dhe të tretë, por theksoi se tani duhet të kalohet në veprime konkrete. Nuk kemi pasur ftesa nga askush. Unë pres që në këtë frymë forcat politike të jenë të përgjeshme edhe të kryejnë misionin që e kanë para votuesve vetë, si cila nga ne. Nisma këtë drejtim do të jap kontributin e vet sipas fuqisë që e ka. Ai ngriti alarmin për situatën ekonomike duke thënë se ajo nuk ka qenë kurrë më keq dhe shtoi se vendi duhet të lëvizë edhe në aspektin diplomatik. Të gjithë do të kuptojnë që institucionet Kosova urgjent duhet me i pas. Bota rajoni rreth neve është në trazim. Kosova nuk e ka luksin me vazhdu me vetë kështu. Sa më shpejt na duhet institucione, sa më shpejt na duhet një qeveri në punë, e cila
i jep dinamik dhe impulsëri ekonomisë. Gjendja ekonomike në Kosovë kur ma keq ka qenë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, njoftoi se ka dorëzuar 17 kallëzime penale ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe ish-ministrave të kabinetit. Sipas deputetës së LDK-s, kallëzimet janë për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe tejkalim të autorizimeve, pasi ministra dhe kryeministri qëndrojnë në pozitat e tyre pas certifikimit të rezultateve zgjedhore më 27 mars duke shkelur ligjin. Bajrami tha se sipas ligjit një antar i qeverisë duhet të jap dorëheqje një ditë përpara datës së certifikimit, por ata kanë vazhduar të mbajnë pozitat dhe të marrin vendime. Duke qenë se prej datës e certifikimit edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e ministrive duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendimet të cilat kanë pasoja financiare dhe pasoja të tjera dhe duke shfrytzuar resurset e institucioneve të Republikës së Kosovës, këta deputet kanë konsumuar vepër penale e sankcionuar kjo në nenin 414 të kodit të procedurës penale. Andaj edhe kemi dorëzuar këto kallëzime penale. Deklaroi Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lidhja Demokratike e Kosovës propozon qeveri të tranzicionit me gjitha partitë shqiptare. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku në një konferencë për media deklaroi se partia e tij nuk e pranon ftesën lëvizjes vendosje për koalicion. Ai propozoi qeveri të tranzicionit deri në zgjedhjen e presidentit të Republikës. LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. Pra LDK kërkon unitet gjithë shqiptarë në këtë periudhë dhe formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, program agjendë të qartë shtetare të politikës së brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe mbi gjitha krijimin e një atmosfere që edhe emancipon skenën politike, po mbi gjitha edukon skenën politike dhe mbi gjitha e shëron polarizimin tonë. Lumir Abdigjiku ka marrë një përgjigje fillestare nga vetëvendosja për idenë e formimit të qeverisë nacionale të tranzicionit. Zëvendës kryeministrin e detyrë i drejtësisë Blerim Sallahu ka quajtur si jo kushtetuese propozimin e Abdigjikut. Është jo kushtetuese të propozosh nga pozicioni i tretë qeveri tranzicionale. Kjo dhe format e tjera të krijimit të qeverisë i takojnë dikujt tjetër, ka shkruar Sallahu në rrjetin social. Vetëvendosja është kundër qeverisë tranzicionale. Ministri i Financave Kurran Murati deklaroi se ky lloj propozimi është i nevojshëm në rastet kur një vend sapo ka dalë nga lufta, kur ka një kolaps të sistemit politik, kur ka zgjedhje me rezultat kontestuar apo kur vendi gjendet në situatë të kryengritjes ose luftës civile. Propozimi i Lumir Abdigjikut për një qeveri të tillë për Kosovën është skandaloz dhe do të ishte mesazhi më i keq që do të mund t'i dërgojë bashkisë ndërkombëtare. Sipas Muratit, Republika e Kosovës ka qeverinë e detyrë, e cila ushtron funksionin kushtetues deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Nuk ka nevojë për eksperimente që na kthejnë në kohën e Omnikut. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, akuzoi vetëvendosjen për rikthimin e vendit në praktikat e kohës së Omnikut dhe krijimin e një krize të qëllimshme institucionale. Sipas Bajramit, Kosova sot është në krizë, sepse vetëvendosja nuk pranon që s'mund të bëjë shumicën. Vetëvendosja sot e mban shtetin peng, sepse ata e kanë interesin e partisë përpara interesit të shtetit, interesin personal mbi interesin qytetar. Bajrami theksoi se LDK-ja nuk po imponon propozimin për qeveri tranzitore, por se kjo është një përpjekje për zgjidhje dhe në të mirë të qytetarëve. Partitë e komuniteteve jo shumicë në Kosovë kritikuan propozimin e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku për qeveri të tranzicionit. Ftesa vetëm për subjektet politike shqiptare sipas deputetit Elbert Krasniqi është qasje përjashtuese dhe jo në frymën multietnike. Në emër të pakicave, Krasniqi konfirmoi se janë për formimin e institucioneve sa më parë dhe sa më shpejt. Votojmë kryetaren e kuvendit propozuar nga lëvizja vetëvendosje, sikur fituese zgjedhjeve dhe drejt me aktvendimin e gjykatës kushtetuese dhe pastaj flasim për institucione tjera. Ju falenderoj shumë e mirupafshim. Nuk kemi pas ftesa, ftesa u kon veç për politikë e shqiptarëve, nëse kanë numrat në të Ishte Elbert Krasniqi, deputeti i Kuvendit të Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon vimin e bashkëpunimit me LDK-n për të nxjerrë vendin nga kriza. Ramush Haradinaj deklaroi se është në komunikim të vazhdueshëm me kryetarët e partive opozitare, përfshirë Lumir Abdigjikun për të diskutuar rreth situatës politike dhe ngërçet në kuvend. Haradinaj tha se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj qëndrimit për të ndihmuar krijimin e një qeverie të opozitës si opsion për tejkalimin e krizës. Angazhohem për qeveritë të opozitës. Edhe vazhdojmë mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës,
ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Lidhjen Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. Megjithatë, ai shtoi se nëse nuk ka një ofertë të qartë, atëherë zgjedhjet do të ishin zgjidhja më e mirë. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamza apelon për shmangen e një vakumi institucional. Ai shpreh se PDK është e përkushtuar për ndërtimin e institucioneve funksionale dhe adresimin e temave prioritare për qytetarët. Mbi të gjitha, ne jemi të interesuar që mos të ketë vakum institucional, vendi të ketë institucione dhe normalisht që të trajtohen prioritetet e temat që i kovatin. Ishte Bedri Hamza, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës. Ambasada britanike në Kosovë bë thirrje deputetëve të zgjidhin ngërçin e krijuar. Ambasadori Johan Hargraves kërkoi një angazhim të menjëhershëm nga liderët politik për të formuar një kuvend dhe një qeveri funksionale. Ambasadori theksoi se pas më shumë se 3 muajsh nga zgjedhjet e fundit, është koha për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve dhe për të siguruar stabilitetin institucional të vendit. Populli ka të drejtë të presë që liderët e tyre politik të punojnë së bashku për interesin kombëtar, deklaroi ambasadori britanik në Prishtinë. Ambasadori i Shqipërisë u shpreh optimist për tejkalimin e krizës institucionale në vend. Petrit Malaj tha se Kosova ka kapacitetet e nevojshme për të ecur drejt një zgjidhje. Unë mendoj se do të gjendet një zgjidhje politike. Padyshim që është zgjatur, por Kosova i ka gjitha forcat, të gjitha mundësitë që të shkojë drejt zgjidhjeve dhe formimit të institucioneve të veta, tha ambasadori Malaj. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti, duke komentuar ecuritë drejt formimit të institucioneve të reja të Kosovës, tha se pavarësisht nga sfidat, Kosova po kalon nëpër një proces të natyrshëm demokratik. Në intervistë për Ekonomia Online, Ahmeti tha se beson tek forcat politike në Kosovë se do të bëjnë përpjekje për të gjetur zgjidhje politike. Besoj që forcat politike do bëjnë përpjekje, tentativa për të gjetur zgjidhje politike, po për mua nuk është tragjike që as shumë dëgjoj nëpër mediume. Ai shtoi se dështimet e seancave nuk janë as tragjedia as turp, por pjesë e rrugtimit të një shteti që po forcon themelet e tij demokratike. Nuk është asnjë turp i Kosovës. Kosova po shihet që po zhvillon një demokraci autentike, një demokraci të mirëfillt dhe forcat politike kanë aq energji sa për të gjetur shtegun e daljes. Kjo është demokracia tani. Ishte Ali Ahmeti. Parlamenti Evropian miratoi zyrtarisht rezolutën për Kosovën ku kërkohet heqja e menjëhershme të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian. That the immediate end of the punitive measures, as many times mentioned, imposed by European Union is also a prerequisite for starting this dialogue. I therefore call once again lifting of these measures. Të bëhet thirrje dhe për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme me Serbinë, të bazuar në njojë reciproke. Rezoluta thekson se Kosova përmbushi kriteret e kërkuara për heqjen e këtyre masave. Rezoluta mirëpret kërkesën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, mbështet pranimin e saj në Këshillin e Evropës dhe pjesëmarrjen në partneritetin për paqe të NATO-s. Ajo gjithashtu bën thirrje 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë këtë. Paralelisht, u miratua dhe një rezolutë e veçantë për Serbinë, e cila kritikon ashpër lidhjet e ngushta të Beogradit me Rusinë dhe përpjekjet për destabilizimin e rajonit. Presidenti kroat Milan Milanović kërkoi nga Serbia të mos shqetësohet për deklaratën mbi bashkëpunimin në mbrojtje midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Nga Shkupi, Milanović pranoi se nuk ka marrë pjesë në përgatitjen dhe miratimin e këtij dokumenti, por si president i vendit dhe komandant suprem i forcave të armatosura e mbështet memorandumin. Në një farë mënyre, dua të siguroj vendefshinje, le të themi Serbinë, se nuk ka probleme me të, ose se nuk duhet të ketë asnjë, dhe Maqedonia e Veriut është në NATO. Kjo është mjaftueshme, tha Milanović. Ekonomi. Oda ekonomike e Kosovës kërkoi nga institucionet e vendit që të shtyjnë të paktën për një vit hyrjen e fuqitë e vendimit për daljen në tregun e lirë të energjisë elektrike për bizneset. Drejtuesi i Odës ekonomike, Lulzim Rafuna, tha se bizneset kanë filluar të marrin ofertat e tyre dhe gjëja e parë që është vërejtur është çmimi më i lartë se kanë paguar deri më sot. Ofertat e para që kanë ardhur të gjitha bizneset, të gjithë sektorët janë mbi 200% më shtrejt se sa çmimi i energjisë elektrike që kanë marrë deri më sot. Dhe çka ndodh? Kjo situatë bizneset tona do t'i bie në falimentim. Bizneset do të shkojnë ka falimentimi si rezultat i çmimit të energjisë elektrike, se nuk kanë mundësi bizneset që të ekzistojnë me këtë çmim të energjisë elektrike që po ofrohet nga ana e furnizuesve të licencuar. Zyra e rregullatorit për energjinë ka marrë vendimin që nga data 1 qershor, të gjitha kompanitë e mëdha, konkretisht ato mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor, mbi 10 milion euro të kalojnë në tregun e hapur të energjisë.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, ngriti shqetësimin lidhur me rritjen e çmimit të energjisë elektrike për herë të tretë për qytetarët e Kosovës brenda një mandati të qeverisë Kurti. Në një konferencë për mediat, Shala tha se kjo rritje është selektive dhe diskriminuese, sepse godet drejt për drejt konsumatorët shqiptarë, ndërkohë që retorika e dikurshme opozitare kësaj qeverie premtonte ulje drastike të çmimeve dhe rikthim të kontrollit publik. Sot ne importojmë energji elektrike me çmim 100% më shtrenjtë se bursat ndërkombëtare që ofrojnë në tregje. Sot bizneset pritet të dalin në tregun e lirë, kanë marrur oferta 225% më shtrenjtë se në tregjet ndërkombëtare që ofrojnë bursat. Sot shumë biznese shih rastin më të freskët për ndërprerjen punën, rasti Peronikli dhe shumë kompani tjera sektorit privat. Sot kemi rënje të prodhimit në mënyrë drastike në kek, e tërë politika e kësaj korporate është në favorizimin e kompanive private importuese energjetike. Nga 5 maj 2025 qytetarët e Kosovës nuk kanë më nevojë për vizë për të hyrë në Izrael për qëllime turistike për sa kohë që kanë një pasaportë të vlefshme të Kosovës dhe aplikojnë paraprakisht përmes ETA-s. Kjo është rezultati i marrëveshjes për heqjen e vizave të nënshkruar midis dy vendeve më 18 qershor 2024, e cila u ratifikua më 5 shkurt 2025 dhe hyri në fuqi më 5 maj 2025. Megjithatë, duke filluar nga 1 janari 2025, të gjithë udhëtarët nga vendet e përjashtuara nga vizat përfshirë Kosovën duhet të marrin një autorizim elektronik udhëtimi përpara se të hyjnë në Izrael. Ky autorizim është i vlefshëm për qëndrime deri në 90 ditë dhe ka një kosto rreth 7 euro. Brunei heq vizat për shtetasit Kosovës, pas Malezisë ai bëhet vendi i dytë nga Azia Juglindore brenda pak javësh që mundëson udhëtim pa viza për kosovarët. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se gjatë vizitës shtetërore në Brunei nënshkroi marrëveshjen bashkë me sultanin dhe kryeministrin e Bruneit për heqjen e vizave ndërmjet dy vendeve. Ky vendim është një hap i rëndësishëm drejt thellimit të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve dhe një lehtësim konkret për qytetarët tanë duke përmirësuar ndërlidhjen shkëmbimet kulturore dhe ekonomike, tha Osmani. Brunei e njoh pavarësinë e Kosovës në vitin 2012. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.